marr shkas nga ajo që deklaroi zotin Doja dje në gjatë seancës plenare, lidhur me ngjarjen tragjike që ndodhi para 2 ditësh në Durrës. Po pikë pari do t'i shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjarëve të cilët humbën 2 fëmijët në atë aksident tragjik. Dhe uroj shërim shpejt djalit i cili ndodhet akoma në kujdesin e mjekëve tek Spitali Traumës. Gjithashtu dua të sqaroj zotin Doja që autori që shkaktoi këtë aksident, që në fakt duhet konsiderohet si vrasës, nuk është mbështetës, është kriju ideja dje sikur është mbështetës i Partisë Socialiste, nuk është mbështetës i Partisë Socialiste dhe banorët e zonës aty e din fare mirë se cilën parti ka mbështetur ai. Dhe dyta që duhet të sqaroj, dhe pasi ka ndodhur kjo ngjarje tragjike, autori është larguar në këmbë nga vendi i aksidentit dhe nuk është dorëzuar tek Market Lenia ose Bar Kafe Lenia, siç quhet theksuar dje, dhe pronari që posedon të kafe patjetër që është mbështetës i Partisë Socialiste dhe antar i Këshillit Bashkiak dhe është një njeri fakt i nderuar në atë zonë dhe nuk ka asnjë lidhje me dorëzimin e autorit në këtë biznes. Kaq doja të sqaroj, zotin Doja, sa për informacion.